ditën e parë të vlogmas. Sot nisim zyrtarisht 25 ditë magji Krishtlindjesh. Mendova të bëja edhe këtë vit vlogmas, ashtu siç kishim vitin e kaluar, do të kemi edhe këtë vit. Për mua festat e fundvitit janë vërtet shumë të bukura. Më japin një ndjesi të veçantë, një atmosferë plot magji. Imagjino të dalësh jashtë, të shohësh dritat e ndezura, të gatuash biskota në shtëpi, të bësh një kup me çokoladë ngrohtë në një kup shumë të bukur. Për mua, padyshim, është periudha më e bukur e vitit dhe do isha shumë e lumtur që këtë periudhë të jetës time, këto 25 ditë vlogmas, unë t'i ndaja me ju. Meqense edhe ju e dëshironit si gjë, e di që nuk do t'jetë as pak e lehtë, janë goxha ditë që duhet të xhiroj, plus që duhet edhe të editoj, por jam shumë e sigurt që do ja dalim, do i realizojmë 25 ditë të vlogmas. Dhe unë shpresoj shumë që në këto 25 ditë që unë do ju përcjell nga jeta ime, shpresoj shumë që të kalojmë sa më bukur. Unë do mundohem shumë që në çdo ditë të vlogmas të kemi gjëra të ndryshme, të kemi atmosferë sa më të ngrohtë Krishtlindjesh, momente fani. Prit, nuk do i zbulojmë që të gjitha që te vlogmasi i parë. Kemi goxha ditë që na presin përpara. Kam shumë ide të bukura në mendjen time që mezi po pres që t'i ndaj edhe me juve gjithashtu. Po ja nisim duke organizuar pa kuzhinën, unë punët i kam bërë shumë mirë, tani nuk je shqiptar në qoftë se nuk i bën punët me themel para festave, kështu që edhe unë i kam bërë punët e pat edhe juve se atë ditë që kam pastruar shtëpinë kam xhiruar. Edhe në ditët e tjera prap jam marr pak me shtëpinë, e kam çuar pak atje ku duhej. Se gjatë gjithë sezonet që kam qenë në punë, nuk është se i kisha gjërat ashtu siç unë i doja. Këtë pjesë e kemi mbaruar, por na ka mbetur edhe disa gjëra të vogla akoma. Këtu mbrapa meje janë disa vazo që duhet që të organizohen ashtu siç duhet, duhet t'i vendosim në vend edhe t'i mbushim të gjitha, kështu që hajde t'i bëjmë së bashku dhe ta përfundojmë edhe këtë punën. Do fillojmë me më të mëdhajat. Gati të gjitha. Nuk e di sa nga ju janë si puna ime që t'i kenë gjërat sa më të organizuara në shtëpi, të duken sa më bukur. Unë edhe pse kam një shtëpi shumë të vogël, mundohem që t'i kem gjërat sa më të organizuara dhe ndaj kam bler edhe këto vazot. Nuk është se kam shumë pak, por avash do i blejmë të gjitha që t'i vendos të gjitha e gjërat këtu tek këto vazot dhe të mos e kem një sirtar super të çrregullt. Edhe pse këtë sirtarin këtu për momentin e kemi shumë rrëmuj. Dhe se keni idenë se sa shumë gjëra të bukura që kam porositur për Krishtlindjet, mezi po pres që të më vinë. Në momentin që do më vinë, do vendosim edhe pemën këtu tek shtëpia, do ta dekorojmë gjithashtu komplet shtëpinë së bashku. Ama se keni idenë se sa shumë gjëra që kam porositur. Do e lë, sepse pash që s'kisha biskota në shtëpi, kështu që na duhet të vemi edhe për psonja sot, të psonisim pak. Gjithashtu edhe këtë vazon tjetër do ta lë, më mbaruan sot farat chia, dhe këto të dyja do i lë ti mbush më vonë. Vetmja gjë që do na mungoj këtë vit është advent kalendari, sepse nuk kam marrë advent kalendar për këtë vit. U vonova pak t'ju them të drejtën që ta porosisja. Dhe atë advent kalendar që unë doja që ta porosisja për këtë vit nuk kishte mbaruar, kështu që nuk kisha ndërmend që të jepja lek dhe të merja diçka që mua nuk do më pëlqente. E bëra vjet në vlogmasit e para, porosita advent kalendarin e Revolution dhe të them diçka, nga të gjitha ato produktet që kishte brenda, sa kishte? Diku tek 24 produkte kishte më duket dhe të saktat dhe ato që unë mund të kem përdorur nga këto 24 produkte
ishin vetëm 4 produkte, 5 produkte. Kaq kam përdorur, sepse të tjerat nuk ja vlenin fare, nuk më pëlqyen, e prandaj mendova që këtë vit të mos marr advent kalendar fare, ose të shoh për ndonjë advent kalendar me çaj ose me çokoladata. Në një anë më mirë se kemi goxha shpenzime të bëjmë këtë vit, kemi pushime, na duhen rroba të reja, outfite të reja, kështu që në një anë më mirë ato lekët e advent kalendarit t'i shpenzojmë tek diçka tjetër që vërtet na nevojitet. Por e pas kam shumë fasule unë këtu brenda. E di qa, këtë të madhen, po mendoj që të vendos fasule se shikoni se sa shumë fasule që kam bler. Kemi një këtu, 2 këtu, edhe këtë tjetrën këtu, shumë fasule. Kjo do të thotë që duhet të gatuajmë fasule një nga këto ditët dhe po vendos të kjo që është e madhe që të mi marri që të gjitha. Them të mbledh edhe pak shtëpinë gjithashtu, sot e kishim lënë edhe me takun që të dilnim. E ditën e njëjtë taku e ka pushim, mirë por e morëm mbrëm nga puna, i thanë që një kolege e tij ishte sëmur dhe kështu shkoi ai. Poshta dalim nga mbasditja, prandaj po mbledh edhe shtëpinë që ta kem gati. Kam gjithashtu edhe për të hekurosur. O zot, hekuri është një ndër punët që urrej të bëj në shtëpi. Më jep çfarë të duash, më jep të fshi, të laj, të lajenët, të marr plurat, këto i bëj me gjithë qejf, ama hekurin e urrej ta bëj, por do të ta bëj. Kam ti që të ma bëj, s'kam ti që të ma bëj, kështu që si përfundim unë do ta bëj. Dhe me shumë mundësi, një ditë në Vlogmas do rregullojmë dhe do organizojmë të gjitha make-upet e mia. Porosita gjithashtu edhe disa organizues, që të rregulloj edhe pak gjendjen e këtij sirtarit këtu, që tani për momentin është, o zot, nuk po ju a tregoj fare, i kam make-upet të gjitha, të çrregullta, rëmuj, kam bërë gjithashtu një ndryshim shumë të vogël këtu tek tavolina e make-upeve. Për këtë ndryshimin këtu e kisha fjalën, vendosa këtë këtu. Kam vendosur këtu të gjithë skincare-in tim, gjithashtu vendosa edhe këtë maskën që përdor për flokët pas dushit, këtë vajin e kerastas, po duken shumë bukur këtu, duken edhe të organizuara, edhe të mbledhura, edhe i kam më të lehtë që t'i marr. Dhe gjithashtu vendosa edhe këtë qiririn këtu. Por besoj do bëj edhe një ndryshim tjetër kur të marrin ato zbukurimet, se kam marr edhe disa gjëra për këtu tek dhoma e gjumit.
Ka ardhur momenti që ta mbyllim këtë vlogmas. Faleminderit që ishit me mua sot. Mezi po pres që të shihemi përsëri nesër. Deri atëherë uroj një natë të mirë dhe shihemi nesër.